Mirëmëngjesi të gjithëve. Sot nuk po e flas nga Gjermania, por nga shtëpia ime në qytetin e Vlorës. Në fakt unë duhet të bëjmë gati për në punë, por sot vendosa thash, ok, po t'rregoj pak për përditshmërinë time të vrullshme, çova fëmijët në kopësht dhe tani duhet të sistemoj shtëpinë, të bëj drekën, pas 6 mëngjes do të bëj drekën dhe pastaj të shkoj tek zyra. Kështu që po ju tregoj vetëm pak fare se si është dita ime çdo ditë. T'ju marr pak me vete të tregoj kohën e bukur. Odra. Vazhdojmë përsëri tek rëmuja e përditshme. Në gjesë më zgjohem herët, në orën 5:30, siç shikoni bëj stërvitjen e mëngjesit, sepse nuk kam kohë të shkoj në palestër. Kështu që shfrytëzoj mëngjesin herë, sepse këtu çel dita shumë herë dielli, kështu që më pëlqen edhe ajo pjesë, ndaj e shfrytëzoj. Kur zgjohem në mëngjes do bëj kafe dhe derdha qumshin në frigorifer dhe mund ta merrni me mend çfarë kaosi bëhet në qumsht. Unë se lava frigoriferin që në orën 6. Kështu që kafja është gati. Pa filluar punë bëjmë një pauzë të vogël. I do Robi ja 5 minuta. Që ku kam ardhur në Shqipëri, unë nuk i mbaj dot syt hapur absolutisht, domethënë nga drita e fortë, mendoj që syri nuk është mësuar akoma, se normalisht është ndryshim drastik. Aty pjesa më e madhe e kohës është errësim, ndërsa këtu pjesa më e madhe e kohës është dritë shumë e fortë. Dhe madje mund të them që 1-2 javësh kisha dhimbje koke të përditshme dhe mendoj që ishte vetëm stabilizimi i dritës së fortë që ka këtu në Shqipëri. Unë përpiqem që çdo darkë ta lë shtëpinë të pastër. Më saktë, në sistemin dhe kuzhina e sistemuar, por kur fëmijët rriten pak, çdo njeri kërkon gatime për rrestat të tij dhe në mëngjes, domethënë ja, për shembull bëra djalin kërkoi trana, vajza kërkoi vezë, e normalisht bëjmë mëngjesin dhe për vete, kështu që i rikthehet rëmuja për 2 sekonda në mëngjes. Kjo është kuzhina ime e re, se më duket nuk ju a kam treguar. Kisha një kuzhinë të vogël dhe kjo është kuzhina e re. Këtu kemi magnetet e fëmijëve, që i marr me vete. Duke qenë se shtëpia u sistemua disi, po shkoj shpejt e shpejt të blej disa gjëra që më duhen për të bërë gatimin e drekës për sot. Morëm dhe gjërat, domethënë shkojmë për 2, po normalisht do marrim 10. Mora dhe lakrat të egra. Unë jam fan se lakrat e egra. Kanë çik punë të duhet lahen, por janë të shishme. Sot do bëjmë makarona me salcë bolognese. Leva mish të kryer dje, kështu që është i freskët, e kam për gati.
Le të fillojmë nga puna. Tani kjo është mënyra se si I bëj unë këto makaronat. I bëj me karrot, me qep dhe me selinon. Normalisht dhe salsa në fund. Kjo dojnë që kohë në fakt që të rri në zjarë të ullët, po nuk e kam luksin e kohës, kështu që jam I detyruar ta bëj si salcë tipike të shpejt makaronash. Dhe duke qenë se kam edhe fëmijë, unë detyrohem që ata ta hanë ushqimin ashtu siç e gatuaj unë dhe për ta bërë këtë gjë të mundur, duhet të kamuflohet qepa, karrota. Jo se ata nuk I hanë, po nuk I pëlqejnë që të rrinë copa të mëdha në gatim. Këtu kam selinon, karrot, qep, dhe të gjitha këto do t'i vendos në frulues. Që të bëhet pak më konsistente pastaj dhe salca. Mos të ndihen shumë copat. Marr dhe një thelp I hudhër. I frulojmë. Jo shumë që të bëhen ashtu si I qumë. Tani I hepim perimet që frulluam këtu. Shtojmë vaj. Mos më shani që duhet edhe më përpara vaj, po kur nxiton nuk I mendon shumë gjatë gjërat. Ndërkohë që skuqet qepa me përbërësit e tjerë, do të shtoj dhe mishin e viçit. Të viçit, kështu që I vodha pak edhe një gjethe dafin, pak rigon dhe këto e kanë mbytur komplet. Tani, për pjesën e salcës, unë kisha këtë salcë napoletana të gatshme, cila është thjesht me perime, kështu që po e përdor këtë më mirë, sepse ndyshë dhe më ngel aty pa përdorur. Shtojmë ujë, në gazon. E lëm të gatuhet në zjarr të avash sa të bëhem më gati, sepse më duhet të tiki në punë, kështu që ndërkohë që unë bëra gati dhe salca e përgatitur është gati dhe duket shumë e shkëlqyeshme me aromë shumë të mirë. Kur të kthehemi do bëjmë vetëm pasta dhe ja I ku dhe direkt ka për sot. Po mendoj që ndoshta edhe nesër të postoj përsëri se çfarë unë do të gatuaj dhe në këtë lloj forme ndihmoj të gjitha mvisat e shtëpisë për të dhënë ide për drekën e ditës së nesërme ndoshta. Kështu që do të shihemi në videon e radhës. Ju përqafoj të gjithëve, kalofshi një ditë sa më të bukur. Pafshim!